Ministri i Financave, Petrit Malaj, në një konferencë me gazetarët, bëri një pasqyrim të zhvillimit e ekonomisë për 6 mujorin e parë të vitit 2026, nga janari në qershor 2026. Sipas të dhënave të deklaruara nga Malaj, të ardhurat totale në buxhet për periudhën janar-qershor 2026 janë 410 miliard lek. Për sa i përket ecurisë së buxhetit, të ardhurat totale të realizuara për gjatë periudhës janar-qershor 2026 arritën në masën 410 miliard lek, me një realizim 105% të planit të periudhës, ose, e përkthyer ndryshe në terma monetar, 44.5 miliard lek më shumë. Për sa i përket realizimit të shpenzimeve buxhetore për periudhën janar-qershor 2026, ecuria ka qenë e kënaqshme. Kemi një realizim të përgjithshëm të shpenzimeve publike në masën 357.8 miliard lek, me një realizim të planit në masën 97.4%. Në total të ardhurat nga tatimet, doganat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë mbledhur në masën 359.3 miliard lek. Kemi 7.1 miliard lek më shumë të realizuara se sa plani i 6 mujorit 2026. Në lidhje me zhvillimet ekonomike dhe përsa i përket aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve shqiptare, kemi një rritje të qarkullimit të bizneseve, pra të xhiros së deklaruar. Për gjatë këtij 6 mujori, krahasuar me 6 mujorin e vitit të kaluar, xhiro e deklaruar është rritur me 7%. Kemi rritje të xhiros së deklaruar në sektorin e tregtisë me 10%. Kemi rritje të xhiros në sektorin e ndërtimit me 9%, në sektorin e prodhimit me 2%, në sektorin e shërbimit me 4%. Malaj bëri të ditur se Shqipëria shënoi një rritje ekonomike prej 3.7% në tremujorin e parë, më të lartë se mesatarja e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Sipas Malajt, parashikimi është që ekonomia të rritet me 4% deri në fund të vitit, ndërsa PBB-ja pritet të arrijë në 29 miliard euro gjatë vitit 2026 dhe 35 miliard euro deri në fund të mandatit. Po ndalim tek rritja ekonomike. Shqipëria gjatë tremujorit parë të vitit 2026 ka shënuar një rritje ekonomike prej 3.7%, më e larta se sa mesatarja e Ballkanit Perëndimor, por edhe e Bashkimit Evropian. Kemi një rritje ekonomike e cila në fakt, sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, do të ketë deri në fund të vitit një rritje prej 4%, ku padyshim sektorët me kontributin më të madh janë sektori i shërbimeve dhe sektori i investimeve, qofshin to private apo publike. Parashikimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 prodhimi i brendshëm bruto të arrijë në nivelin e 29 miliard eurove, ndërsa, ashtu siç kemi thënë dhe më herët, deri në fund të mandatit, pritshmëritë tona janë që prodhimi i brendshëm bruto të shkojë në masën e 35 miliard eurove. Për vitin 2026, ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 11.355 që ishin në fund të vitit 2025, pra kemi një rritje të ardhurave për frym për gjatë vitit 2026 në masën e 845 euro më shumë. Malaj u pyet edhe për çmimet e reja të referencave mbi pronat në bashkitë e vendit. Ai tha se është ngritur një grup ndërinstitucional për këtë proces, por nuk dha afate se kur mund të bëhen publike çmimet e reja të referencave.